Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 15 prill 2024. Siç e shihni, kemi ardhur në mes të muajit. Ka diçka shumë të madhe, duke pasur parasysh se kemi një aktivitet planetar që do thotë Mërkuri kalon në shenjën e Dashit, në një shenjë që mund të mos i pëlqejë aty ku duhet, por do thotë për shpejtime, do thotë menduarit dhe refleksimin, reflektojmë se si. Këtu Mërkuri bëhet pasionant dhe jo vetëm ide, vizione, këmbgulje, durim dhe ndikimi i përfundimit të gjërave të mëdha që ka të bëjnë, është dhe mundësia e në atë çka kërkoni dhe bëni. Por megjithatë, kjo ditë është dhe dita e vazhdimësisë, nëse flasim për sa i përket pikërisht kësaj date, dhe referohemi ditës së mërkurë, ku gjërat do jenë shumë herë më mirë, shumë herë më pozitive në atë çka neve kërkojmë dhe dëshirojmë. Gjithashtu është një ditë shumë e rëndësishme, dita e Mërkurit është dita e Mërkurit, e kemi thënë dhe themi me të madhe për arsye të punës, për arsye të karrierës dhe jo vetëm. Por pra se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe